Bisedimet mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit për një marrëveshje paqeje përfunduan pa rezultat në Islamabad, pas 21 orësh negociatash intensive. Zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance deklaroi se pala iraniane refuzoi të pranojë kushtet e Washingtonit, duke theksuar se dështimi i marrëveshjes është më negativ për Teheranin sesa për SBA-n. Ai nënvizoi se kërkohet një angazhim i qartë nga Irani për të mos zhvilluar armë bërthamore. Nga ana tjetër, autoritetet iraniane u shprehën se nuk pritej arritja e një marrëveshjeje në një raund të vetëm bisedimesh. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme theksoi se dialogu do të vijojë dhe se kontaktet diplomatike me vendet e rajonit do të mbeten aktive. Ndërkohë, Pakistani si ndërmjetës bëri thirrje për vazhdimin e përpjekjeve drejt një paqeje të qëndrueshme dhe respektimin e armpushimit. Situata mbetet e tensionuar në rajon pas konfliktit të nisur në fund të shkurtit mes SBA-s, Izraelit dhe Iranit, i cili është shtrirë në lindjen e mesme. Përplasjet kanë shkaktuar mijëra viktima dhe dëme të mëdha, ndërsa ndikimi është ndier edhe në tregjet globale të energjisë, për shkak të tensioneve në ngushticën strategjike të Hormuzit.